A dini çka kom dorë sot? E kom kontratën e ndërtimit të sheshit George Bush. Buxheti për ndërtimin e këtij sheshi është mbi 18 milion euro, që nëse e qesim praktik me një matematik thjesht, do me thonë që 227.466 banor të shtetit të Prishtinës i kanë pagu secili 80 euro për ndërtimin e këtij sheshi. E për ju që po pyetni çka po bëhet me parat e juaja, kjo është përgjigjja. Pa çmimi për lëvizjen e një kiosk thjesht është 250 euro. Ku me këtë çmend ti mënesh me lëviz një kiosk kudo në Kosovë e lemo në Prishtinë. Por kjo nuk është hiç kur gjo me krahasu me çmimin e lëvizjes së një statuje 3-4 metëshe. Në këtë kontratë, çmimi për lëvizjen e një statujës që ka qenë para katedrales është hiç më pak se 8.000 euro. Por kjo është vetëm për me largu nga vendi. Tash kthimi i statujës në vend, haj qëllajeni se sa është çmimi. Çmimi për me kthy statujën në vend në këtë kontratë është 10.000 euro. Pra, çmimi për largimin e statujës nga vendi është 8.000 euro, kurse kthimi i statujës në vend është 10.000 euro, që do me thonë komplet kjo është 18.000 euro. 18.000 euro veç për një statujë. Kështu që qytetarë mos thuni mandej ku po ju shkojnë paret e taksave tuja.